Apo ju kujtohet ky deklarim i prokurorës speciale Fikrije Zejnullahu i dhënë gjykimin për korrupsion kundërshtë kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës Nagip Krasniqi. E gjitha këto shkresa ose kërkesa përmes shkresave të drejtuara Dejona Mihalit ishin pjesë të dokumentacioneve ligjore para fazës së tenderimit. Bëhet fjalë për tenderet brenda Kekut. Siç po sqaron prokurorja, për kontratat që jepte kjo ndërmarrje publike, vendoste kundërligjshëm Dejona Mihali e vetvendosjes. Njëra nga kompanitë që përfitonte nga zemërgjërsia kriminale e Mihalit ishte ajo me seli në Greqi, TOV Hellas, e cila ishte shpërblyer kundërligjshëm në tenderin rreth 630.000 euro të vitit 2023, i cili edhe zyrtarisht është pjesë e aktakuzës kundërshtë kryeshefit të Kekut Nagip Krasniqi. Fitoria e shumicës absolute të votave, prej 51%, këtë kompani greke të favorizuar nga Dejona Mihali e ka rikthyer sërish në skenë, por tash me fitime shumë më të mëdha. Kish më larg se para 10 ditësh, TOV Hellas ka fituar tender në vlerë 1.373.000 euro në Kek për shërbime të konsulencës të implementimit të projektit të rehabilitimit dhe modernizimit të njësisë A3 në termocentralin Kosova A. Dhe sërish, kontrata është një burimore. Nënkupton se kjo kompani është ftuar të negociojë me Kekun deri në arritjen e një marrëveshjeje. Bashkë me të, në garë ka qenë edhe një kompani nga Kroacia. Pra nuk është ftuar për ofertim e negocim asnjë kompani vendore. Të njëjtën kompani në vitin 2023, ish kryeshefi Nagip Krasniqi e kishte thirrur për të ofertuar ende pa u hapur tenderi. Madje kërcënonte nënpunësit e tij në Kek se nëse të njëjtën se thrasin për të marrë pjesë në garë, do t'i largojë ata nga puna. Që nga ky moment që kishte nxitur aktivizimin e prokurorisë e që më pas do të përfundonte edhe me aktakuzë, kjo kompani s'kishte fituar më kontrata, derisa u rikthye në skenë në shkurt të këtij viti. Se ku ishte urgjenca që ky tender e kjo kontratë të jepet për grekët me shpejtësi e në mënyrë të fshehur duke eliminuar konkurrencën, përgjigje s'pati as kryeshefi i Kekut Gramos Hashani, pavarësisht insistimit të Vox Kosovës përmes thirrjeve dhe mesazheve. Edhe Hashani, pasuesi i Nagip Krasniqit në pozitën e kryeshefit, njihet për afërsinë e tij me partinë në pushtet si dhe me eksponentët e saj, e veçanërisht me tash kryetarin e Fush Kosovës Valon Prebreza. Por kështu ka ndodhur në Kek prej se në pushtet ka ardhur vetvendosja. Kompanitë që më parë fitonin tender aty, nga Italia, Gjermania e Franca, janë zëvendësuar me kompani greke, ndërsa fitoria e fundit e vetvendosjes i ka bërë ata të besojnë se kontratat të tilla një burimore, metodë nga të cilën kanë operuar tash 5 vjet dhe lidhja me kompani greke si në këtë rast, jo vetë që është e lejueshme, por as nuk ndëshkohet me votë. E sipas këtij pushteti, kur fiton zgjedhjet, fiton edhe të drejtën morale për t'i mbyllur garat. Ndonse aty më s'është Nagipi, në anën tjetër, prapa perdes, gjithherë është Dejona.